Shikues e televizionit Skan, mirë mbrëma, mirë se vini në Pros and Cons, ku takohemi së bashku, si çdo të hënë. Aplikimet për skemën kombëtare në bujqësi ka nisur me 25 maj dhe do të përfundojnë me 26 qershor, duke ju dhënë mundësinë të gjithë fermerëve që të përfitojnë pagesa direkte, por cilat janë risitë e skemës, dobësitë e skemës dhe efektet që do të ketë ajo në shëndoshjen e sektorit. Për diskutuar mbi to kam të ftuar profesor doktor Remzi Keco, dekani Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit në UBT. Mirë se erdhe, profesor, është kënaqësi. Faleminderit. Dhe zotin Agim Rapaj, kryetari i Këshillit të Agrobiznesit shqiptar. Mirë se erdhe, është shumë kënaqësi. Faleminderit. Ndalemi tek pros and cons sa i takon skemave në bujqësi. Tek pros apo avantazhet përmendim pagesat direkte për fermerët që janë ndihmë për ata në periudhën e kultivimit, por dhe për blegtorin, rritja e financimit gjatë këtij viti, si dhe grante për të rinjt deri në 10.000 euro. Tek cons apo disavantazhet përmendim nisjen me vonesë të aplikimeve. Hiqet skema e naftës, por mbetet për të diskutuar nëse ka një efekt pozitiv apo negativ, si dhe mungesa e një studimi mbi efektet që kanë këto skema dhe nëse kanë nevojë për të rishikuar. Megjithatë, do të ndalemi më në detaj dhe do ta nis me zotin Rapaj. Me që jemi gjithë kohën që flasim për bujqësinë, hapjen e skemave, mbylljen e skemave, kriteret. Si ka nisur aplikimet për skemën kombëtare në bujqësi? Si e shikon si vjet? Cilat janë avantazhet dhe disavantazhet në raport me skemat e mëparshme me vitin e kaluar, sepse ka pasur ndryshime? Po, ndryshime ka kjo skem, për sa i përket çështjes pragjeve të financimit. Janë ulur pragjet e financimit për sa i përket lopëve, gjedhjet në tërësi, janë ullur pragjet për timdat, për bletët, është shtuar financimi për sektorin e derrave dhe është fiksuar tashmë edhe pagesat për investime që kanë qenë nga viti kaluar, të pa disbursuara do të disbursohen me këtë skem, me skemën e këtij viti. Këto risitë të skemës së kësaj periudhe ose të këtij viti kanë ndikuar dhe do të ndikojnë, mendoj, pozitivisht tek zgjerimi i numrit fermerëve që do të aplikojnë. Për arsye sepse fermat tona të vogla të blegtorisë kanë një mundësi më shumë tashmë për të aplikuar në këtë skemë për të marrë një pagesë direkte. Për shkak të kufijve. Për shkak të uljes së pragut të numrit të gjedhve, sepse për krerë financohet, edhe për shkak sepse ne kemi fermat të vogla shumë herë më tepër se sa fermat të mëdha dhe të konsoliduara. A është financimi dhe buxheti i kësaj skeme ai që kërkohet? Nuk është ai që kërkohet. 52 milion euro duke përfshirë pagesat direkte dhe skemën e investimeve në total. Po, dakord, nuk është ai që kërkohet, se duke u pas parasysh ne kemi llogaritur disa minimume. Kemi bërë sondazhe për disa nga minimumet e domosdoshme. Dhe krahasuar me rajonin, skema jone financimit për të njëjtat subjekte, për të njëjtat kultura, është më e vogël. Dhe kjo na krijon një problem tek konkurrueshmëria, duke pas parasysh marrëdhëniet që ne kemi me rajonin. Për këtë arsye, është domosdoshme që Ministria e Financës, që ruan këtë raport të konkurrueshmërisë midis rajonit dhe për ne si biznes ka shumë rëndësi, është e domosdoshme ta shofi këtë mënyrë të koordinimit dhe të rregullimit të raporteve të financimit grant përmes skemës kombëtare. Nuk e kemi, që të mos jetë më pak, siç është aktualisht. Po të shikosh zë për zë, ne jemi më pak nga gjithë të tjerët. Dhe këtu kemi një konkurrencë pa ndershme që na bëhet në atë. E dyta, krahasuar me atë fonde që Bashkimi Evropian vendos për sektorët e ekonomisë së ushqimit, duke filluar nga bujqësia, blegtoria, peshkimi e me radhë, gjithë sektorët e tjerë, të 9 sektorët kryesor, ne jemi akoma më prapa krahasuar me buxhetin që ne vendosim në dispozicion të skemës. Kjo është evidente për të vlerësuar, për arsye sepse ne shpesh kërkojmë të shkojmë në Europë, por do të shkojmë në Europë edhe me mekanizmat që Europa përdor për ta mbështetur këtë sektor. Jo vetëm me sakrificën e atyre njerëzve që punojnë realisht në sektorin e bujqësisë. Sakrifica jonë është shumë herë më e madhe, jo vetëm sakrificë për sa i përket këtyre dy problemeve që unë thash, por edhe për sa i përket kushteve të motit, që është një tjetër problem i madh, që kjo skem duhet të ndikojë pozitivisht, sepse
sot, nga disa llogaritje që ne kemi bërë, kjo skem ndikon në kostën e prodhimit 3 deri në 6%, që nuk është një ndikim domethënës për sa i përket. Por do flasin edhe për tjera burime pastaj që janë. Do ndarim në detaj. Profesor, si e shikon këtë skem të mbështetjes në bujqësi? E shikon të mjaftueshme, e shikon të duhur, në optikën tuaj si ju duket? Skemat e mbështetjes janë një instrument i rëndësishëm për zhvillim sektorial. Dhe në këtë këndvështrim, lançimi i skemës së mbështetjes për fermerët në të dyja mënyra se si ajo është paraqitur dhe përmes 12 masave, padyshim përbën një instrument të rëndësishëm zhvillimor. Risit e sjell nga skema këtë vit janë një lloj përqasje drejt edhe në një farë mënyrë disa praktikave që përdor Bashkimi Evropian për në Common Agricultural Policies. Që do të thotë në kap. Që do të thotë mbështetja për të rinjt, në kuadrin kur, në kushtet kur, edhe në vendin tonë, po veçanërisht Bashkimi Evropian, ka një popullsi me përqindje shumë të larta të moshave, gati dhe moshave të treta që involvohen në bujqësi, përfshirja e kësaj skeme për start-upet për të rinjt, padyshim përbën një mënyrë për instalimin në një biznes bujqësor i cili minimalisht, me qëse mosha është në 40 vjetë, i cili minimalisht do të ketë edhe 3 dekada përfshirje dhe kontribut në sektorin bujqësor, gjë që mendoj shumë të rëndësishme. E revitalizon? Revitalizon nga pikpamja e krahut të punës. Së dyti, pagesa për njësitë sipërfaqes kultivuar, për te pragu që është vendosur për mbi 3 hektar, përbën gjithashtu një parafrim me praktika që përdor Bashkimi Evropian në lidhje me këto pagesa. Është për të diskutuar faksi se sa është masa e pagesës, mesatera e Bashkimit Evropian shkon diku te 250 deri 300 euro për hektar, njësit kultivuar, por ashtu si unë bashkohem në fakt me agimin që masa e financimit është një objekt diskutimi, sepse nevojat e sektorit bujqësor janë të mëdha. Megjithatë, instrumentat e skemës pa diskutim përbëjnë një mundësi financimi dhe katalizator zhvillimi për sektorin. Për te kësaj, adresimi në masat të ndryshme, sigurisht që ka vend për të parë. Profesor, si duhet bërë skemat? Ministria e Financave duhet të thotë që ne kemi këtë buxhet dhe ju përdoreni si të doni, apo Ministria e Bujqësisë duhet të thotë që ne kemi këto nevoja dhe na duhet kaq buxhet dhe financat mos rregohet e kursyer? Si funksionon? Si duhet funksionojë më saktë? Shiko, Elisabeta, unë mendoj që po i referohem literaturave më të fundit në lidhje me zhvillimin rural. Tashmë, literaturat mbi zhvillimin rural janë duke e shmangur qasjen mbi zhvillimin sektorial apo të parë në mënyrë parciale sektorin e bujqësisë. Gjithnjëherë shumë është duke zënë vend edhe në politikat e Bashkimit Evropian, por unë mendoj edhe qasja që duhet kemi politikat publike në tërësi, duhet të fokusohen në zhvillim të integruar multifunksional të zonave rurale. Çka do të thotë që i gjithë kapitalit territorial, që përfshin këtu burimet të karakterit natyror, kapacitetet e fermave, kapitali njerëzor, social, infrastrukturor dhe teknologjik, do të duhet të konsiderohen si një tër në funksion të zhvillimit të këtyre zonave. Ideja ashtu, për shembull, mund e pash si risi financimin e staneve. Pse? Në harkun e 20 viteve, nëse i referohemi statistikave, numri blektorisë ka rënë në shifra dramatike. Qoftë gjedhët, qoftë të imtat, po edhe prodhimi qumshit gjithashtu. Adresimi i këtij elementi të skemës, sigurisht që kjo ka nevojë që të jetë kombinuar gjithëpërfshirëse, do të mundësoj që incentivat për përdorimin e burimeve natyrore dhe funksionalizimin ekonomik, ne po themi tani, pyjet dhe kullota zem gati 60% të teritorit vendit, dhe ku vetëm kullotat janë mbi 400 hektar, që do të thotë funksionalizimi ekonomik i kullotave, për të bërë këto një burim i të ardhurve, produktivitetit dhe jetës në zonat rurale, sigurisht është një element i rëndësishëm. Qartë. Për të përgjigjur drejt për së drejti pyetjes suaj, mendoj që nevojat e sektorit, masa e financimit është shumë e rëndësishme në këndvështrimin tim, po kaq i rëndësishme është
produktiviteti dhe efekti që vjen nga përdorimi i këtyre masave. Pra, për të kuptuar nëse ato fonde e kanë dhënë apo jo produktivitet. Eksaktësisht, nëse ato fonde çfarë efektesh ekonomike krijojnë e para tek të ardhurat e fermerëve, e dyta tek zhvillimi tek sektorial dhe e treta tek indikatorët e zhvillimit rural dhe aty kombëtar në tërësi. Dhe unë mendoj që do të duhet të jetë një qasje shumë e integruar në drejtim jo thjesht masave të cilat ne literalisht po përpiqemi t'i përmendim. Qartë, mirë, po të kuptojmë pak si është interesi si vjetë, ju keni të dhëna. Sa u bë disa ditë që janë hapur aplikimet, ka interes nga fermerët, pra le të themi, a janë ata të informuar mjaftueshëm dhe duan të përfitojnë nga këto fonde, kur them fermerët, direktorët edhe cilat investimeve. Po të paktën deri dje ishin mbi 12.000 fermerë që kanë mbi 12.000 fermerë që kanë aplikuar për skemën dhe aplikimi po shkon në nivelet të kënaqshme për sa i përket fillimit të kësaj skeme. Unë besoj dhe shpresoj shumë që këto fonde që janë do të disbursohen nga fermerët dhe besoj që do t'i bëjmë një surprizë qeverisë në thonjza që të ketë mundësinë që jo vetëm të na mbështes me disbursimin e këtyre fondeve, por të ndërmarrë një akt normativ në mënyrë të tillë që gjithë ata fermerë që do të aplikojnë të kenë mundësi të disbursojnë fondet e tyre. Pra të rrisi buxhetin përmes aktit normativ. Proporcionale, le të themi. Pikërisht ky proporcionaliteti unë besoj që nuk do të ndodhi duke pas parasysh atë kapacitetin që ka buxheti si vjet, ato lajmet mira që po marrim nga buxheti që po jep nga mira administrimit të ardhurave, nga rritja e çmimeve, nga çmimi i naftës i lartë e të tjera, dhe unë besoj që qeveria do të ketë parasysh këtë nevojë që ka bujqësia sot, që domosdoshmërisht duhet rritur akoma më shumë. Zakonisht kanë qenë diku te 70.000 aplikantë në mos gaboj vitet e kaluara, por një pjesë të madhe ka përbërë skema e naftës mbi 50.000 prej tyre. Tashmë i bie që të kemi një numër më të ulët apo jo, nuk ka lidhje me numrin fare, për arsye sepse fermat tona janë ferma shumë funksionale. Ai që ka lop, ai merret edhe me bujqësinë, ai që merret edhe me foragjerët, merret me pemtarinë. Do ne nuk kemi fermat si thuash të specializuara. Ne kemi ferma shumë funksionale dhe kjo bën që numri i fermerëve do të jetë përsëri madh, duke pas parasysh dhe uljen e pragjeve. Por unë besoj që nuk ka shumë rëndësi numri, se sa sasia e parave që ata marrin, sasia e parave që merr secili nga fermerët. Dhe këtu është e rëndësishme që ne të edukojmë dhe të informojmë fermerët që të rrisin masën e parave që marrin përmes këtyre, jo vetëm përmes kësaj skeme, po edhe përmes skemave të tjera të financimit. Për shembull, kemi disbursimin e faturave për mallat e shitura. Autofaturimin. 52 milion i ka kjo. 15 milion i ka caktuar përsëri Ministria e Financës për autofaturimin, që shkon rreth 67 milion. Një premtim që është bërë dhe unë do ja kujtoj gjithmonë, që e ka bërë kryeministri në Lushnjë, ka thënë që sikur dhe 40 edhe 50 milion të jenë, ne do t'i likuidojmë faturat 100%. Prandaj u them fermerëve që këto premtime ne i shënojmë, i mbajmë parasysh, e rëndësishme është tani që të mos sfidën mos mbetet tek ne, të autofaturojnë sa më shumë që të jetë e mundur, në mënyrë që ky 15 milion të shkojë 40, 50, 60 milion, dhe kjo është një ardhur shtesë. E dyta, shumë e rëndësishme që duhet të mos ta neglizhojmë, ka të bëjmë me kredin me kushte lehtësuese. Zakonisht kredite normale për bankat deri më sot për bujqësinë ka qenë janë më të vogla se sa 6-7%. Tani mund të marrim me 2%. Tani mund të marrim me 2%. Po nëse ky 4%, 5% që fitohet vit për vit, nuk është një gjë për të neglizhuar. Ata që marrin kredi t'i kushtojnë rëndësi këtij fondi dhe të fokusohen te ky fond, sepse po të marrësh 100.000 euro kredi, në një vit fiton 5.000 euro, në 5 vjet që merr kredin fiton 25.000 euro. Pra janë disa mekanizma. Vetëm nga ky gap që krijohet nga lehtësia. Por njëkohësisht shumë e rëndësishme është të theksojmë që këto skema kombëtare, dy këto bulimet e financimit që unë përmenda, dhe me shpresë i parë këtë vit të hapet, që është bulimi i parë i rëndësishëm dhe më i madhi i fondeve, do bëj një paket plot mbështetje. Por gjithë vëmendja dhe veçanërisht gjithë problemi jon nuk qëndron tek numri, por qëndron tek mungesa e disbursimit të këtyre fondeve.
Unë do e kërkoj këtu me që kemi dhe profesorin, unë do e kërkoj këtu universitetit, t'i kushton dhe shumë rëndësi, sidomos përgatitjes të plan bizneseve, përgatitjes të dokumentacionit, përgatitjes të modeleve bashkohore që janë për të vlerësuar ato mundësi që kemi ne për të disbursuar. Nga disa të dhëna që kam empirike, nga disa ekspert, më vlerësojnë që Shqipëria ka potenciale goxha të mëdha për të disbursuar fonde, jo vetëm grant, por edhe kredi. Sepse bashkëpunimi dhe bashkërendimi i këtyre granteve me kredit është një nga mënyrat më të mira për të mundësuar investimet që ne kemi nevojë për të zhvilluar në bujqësi. Është shumë e rëndësishme këtu që ne të flasim për metoda digjitale që bota i ka përdorur në këtë drejtim dhe po përmend këtu tek IPARD-i. IPARD-i ka një masë që nuk e di për çfarë arsye nuk hapet që në fillim, që është masa lider. Masa lider është një asistencë që u jepet atyre që aplikojnë për të disbursuar sa më shpejt dhe sa më mirë dhe sa më korrekt fondet e IPARD-it. Por kjo lihet për në fund dhe ne na ndodh pastaj kjo që na ka ndodhur. Nuk duhet të ndodh dhe unë besoj që skema për vitin tjetër ta ketë edhe një masë të tillë asistencë teknike për të disbursuar sa më shumë fonde nga këto burime financimi që do të vinë duke u rritur. Dhe në fakt Universiteti Bujqësor i Tiranës është gati për këtë, se me këtë punë merren gjithë kohën, po kam përshtypjen që nuk është ministria që duhet të kërkojë asistencë nga ju që ju të përfshiheni në këtë drejtim. Është ministria që do të vërsa fonde për këtë punë. Bujqësor ka qenë aktivisht i përfshirë në vitet e fundit në skemat kombëtare të trajnimit në 2 modele prej më shumë se 3-4 vitesh. Natyrisht në kuadër të problemi disbursimit fondeve lidhet së pari me, po themi, bariera strukturore që ferma shqiptare kanë. Nëse flasim për IPARD-in, kryesisht ato lidhen me problematikat të pronësisë apo edhe të plotësimit dokumentacionit dhe kritereve ligjore për të aplikuar. Ajo që do të mendoja për skemën e këtij viti është e para thirrja që fermerët të gjithë të aplikojnë. Së dyti që fondet e vëna në dispozicion të mund të absorbohen dhe pa dyshim nëse presioni në terma pozitiv është i lartë, mundësia për të rialokuar para përmes akteve normative në funksion të sektorit bujqësisë do të jetë aty dhe do të jetë përpara tavolinës qeverisë. Sigurisht që skema si vjetë është përshtatur me tipologjinë, duke ullur disa prej pragjeve, ajo është përshtatur me tipologjinë e fermave shqiptare. Jemi në qershor. Aplikimet përfundojnë me 26 qershor, ndërkohë që jemi në kulmin e prodhimit. Sa i shërbejnë tani fermerëve këto para në këtë kohë, apo do shërbejnë për mbjelljet që vinë, sepse po parë skema hapej në janar ose hapej në shkurt. Jemi me shumë vonesë, si e vlerëson këtë lloj vonese dhe çfarë efekti mund të ketë? Ka një mos përputhje midis periudhës disbursimit skemës edhe lançimit saj me kalendarin e le të themi të gjithë agroteknikës edhe vitin biologjik bujqësor apo blegtoral campak. Megjithatë, një pjesë e masave që adresojnë investimet mund të mbarten dhe mund të trashëgohen dhe të disbursohen sikundërse edhe si vjet ka ndodhur me skemat e vitit 25. Të mund të mbarten dhe të adresohen me buxhetin e vitit 2027. Kësaj, ndoshta procedurat administrative dhe ndoshta dhe përpjekja për të adresuar njëkohësisht edhe IPARD-in mund të jenë arsyeja, unë këtë gjë nuk di ta them, megjithatë mendoj që e thash i qëndroj ide si fermerët do të duhet të aplikojnë. Pastaj të gjitha masat e tjera dhe elementet procedurial që shoqërojnë me disbursimin do të mbeten një hallkë ose një proces procedurial që do duhet të shikohet nga strukturat përkatëse. Po në këtë rast do pyesja, a duhen dhënë paraprakisht fondet, zoti Rapaj? Nëse ti do që një fermer të mbjell një parcel të caktuar apo të rrisi numrin bagëtive, atë fond që ka parashikuar në sa i takon kritereve që ai ka plotësuar të jepen paraprakisht. Pse duhet të disbursohen mbrapa, se fermerët kanë nevojë përpara për të investuar? Shiko, nevoja për mjetet xhiro tek fermat tona është evidente gjatë gjithë periudhës, gjatë gjithë kohës. Nuk është se ka nevojë për mjetet xhiro vetëm në periudhat e fushatave. Ai ka nevojë gjatë gjithë kohës, duke pas parasysh që kemi fermë multifunksionale, që ka shumë funksione, ka një shumë llojshmëri produktesh. E rëndësishme është që barierat burokratike që janë sot janë të lidhura angushtësisht me informalitetin. Ne kemi një informalitet shumë të lartë dhe ky informalitet bën që shumë nga
proceset që duhen kontroluar të kalojnë limitet e parashikuara nga AZBR-ja, që bën kontrollin në terren. Por 50% e këtyre fondeve të pagesave direkte mbyllen, besoj, brenda korrikut, brenda gushtit. Duhet mbyllen se s'ka arsye për të ashtu. Pjesa tjetër deri në dhjetor. Këtu nyja kruciale që do ta zgjidhë problemin është digitalizimi. Nëse ne do të arrijmë të digitalizojmë parcelat e tokës, ne do të kemi zgjidhur problemin e disbursimit të fondeve në mënyrë perfekte. Sa e mundur është? Sepse është e mundur se s'kemi nga shkojmë për këtë punë, nëse ne nuk bëjmë këtë digitalizimi që ka filluar realisht, edhe sot Banka Botërore, FAO, Ministria e Bujqësisë bën një seminar tregues mbi fillimin e procesit të digitalizimit të përdorimit të portalit fermerit në funksion të digitalizimit. Është domosdoshmëri dhe nuk kemi nga shkojmë nga kjo pikpamje. Që të përshpejtojmë disbursimin e fondeve. Por jeni apo nuk keni për t'i dhënë paraprakisht? Urdhë? Për t'i dhënë paraprakisht këto fonde. Për t'i dhënë paraprakisht, po fonde pa kontroll nuk i jepen. Bëhet kontroll mbrapa. Dhe po në momentin që ti s'ke bërë. Përjashton nga Ky është kriter, asnjë institucion financiar, as kredi, as grant nuk jep fonde 100% paraprakisht pa bërë kontrollin para prak të tyre. Pastaj kontrolli ka një sër çështje tjera të domosdoshme që duhen vlerësuar si efektiviteti, dobia e tjerë me radhë, por kjo është histori tjetër. Qartë, mirë. Do të kalojmë një hapësirë publicitare dhe rikthehemi për të diskutuar sërish për skemat në bujqësi dhe efektivitetin e tyre. Rikthehemi në studio dhe diskutojmë për skemat në bujqësi për vitin 2026. Profesor, do dalem posaçërisht tek blegtoria dhe bletaria si dy sektor me shumë potencial, por të nënfinancuar ndoshta dhe jo me efektin e duhur. Dhe nga një llogaritje që kam bërë unë, kufiri minimal i përfitimit për një fermer sa i takon blegtorisë, pra gjedhjet është 600 euro, për të imtat është 750 euro dhe për bletarin është 500 euro, aty nisin, le të themi, pagesat. Janë të mjaftueshme për ta ngritur sektorin, qoftë bletarin, qoftë blegtorin. Shiko, në tërësi, diskutimi mbi masën e mbështetjes, unë mendoj që është njëri aspekt. Diskutimi dytë është efektiviteti i mbështetjes. Për shembull, është ulur pragu për bletarin, është rritur mbështetja për sektorin, nën sektorin e mbashtrimit të derit. Çka mendoj që janë përtej vlerës nominale që mbështetet për KRER, mendoj që është deri në 3 milion lekë të reja mbështetet ndërtimi i staneve dhe gjithë infrastrukturës që mbështet toj qoftë edhe përpunimi qumshit e tjera, apo ruajtja dhe përpunimi. Pra, në një lloj aspekti, mbështetja për blegtorin ka ardhur në fokus ose në vëmendje të kësaj skeme. Sigurisht që ato duhet ishte mbështetur më shpejt dhe më fort. Këtu bjem të gjithë dakord që do duhet ishte mbështetur më fort që rënja e kontributit sektorit, numrit krerëve dhe gjetëve të imtave, dele dhe dhi, apo edhe qofte prodhimit të brendshëm të qumshit të mos kishte arritur në këto statistika. Megjithatë, unë mendoj që kjo adreson edhe atë që e përmenda pak më përpara. Pra, është shumë e rëndësishme të kuptojmë që në fund fare kontributi i sektorit e ekonomisë bujqësore në tërësi vjen jo thjesht përmes masës financimit, po përmes përfshirjes dhe aktivizimit të gjitha burimeve kombëtare në dispozicion. A duhet një studim i mirëfillt për të kuptuar këto skema, sa efektivitet na kanë dhënë, sa ka ndryshuar sektorin, sa është rritur prodhimi, sa është zgjeruar numri i fermerëve dhe pastaj si ka qenë efekti ekonomik në një zonë të caktuar. Natyrisht studimet të tilla janë gjithmonë të nevojshme sepse përmirësojnë orientimin e politikave për mbështetjen sektoriale ose nën-sektoriale dhe adresimin e skemave. Mendoj që studimet tilla Bashkimi Evropian i bën në vijimësi, për ne ndoshta do të duhet që efektiviteti i përdorimit të parave publike dhe veçanërisht të skemave të mbështetjes në bujqësi me fondet kombëtare do të duhet të shihet me shumë kujdes. Për shembull, personalisht mendoj që përtej diskutimit nëse duhet jetë mbështetje për naftën e tjera, personalisht mendoj që mbështetja për naftën është parë me një lloj skepticizmi të efektit real që ajo ka dhënë në ekonomi, veçanërisht në disa tipologji të fermave, dhe kësaj masat janë adresuar në drejtime të tjera. Ndaj
nuk do të thoja këtë. Mendoj që efektiviteti i përdorimit të saj në bujqësi nuk ka dhënë rezultatin e duhur. Kësaj këto para janë rialokuar në masat të tjera. Dhe unë mendoj që është gjë e duhur. Sidomos kur identifikohen filierat të tilla, siç mund të jetë blegtoria, siç mund të jetë frutikultura, siç mund të jenë perimet në sera, apo e veçanta është për shembull certifikimi, sepse në kuadrin e të gjithë qasjes kombëtare për të parafruar me direktivat europiane, natyrisht do duhet të konsiderojmë që fermat tona, përveç se do të përfitojnë nga një treg shumë i madh, pa bariera e tjera, do të ballafaqohen edhe me sfida, të cilat do jenë ato të konkurrueshmërisë, të cilat do të jenë ato të përballjes dhe nevojës për certifikim, për standarde, për gjurmëshmëri, dhe kësaj edhe mbështetja në njërin prej masave për certifikimin Global Gap dhe fermat organike është përsëri një hap i duhur në këtë drejtim që unë sapo thash. Për të përgatitur për tregun evropian. Zoti Rapaj, në dijenin tuaj ka ndonjë studim për efektivitetin e këtyre skemave që unë e kam humbur, që s'më ka rënë në dorë? Nuk është diskutuar ndonjëherë për këto, të paktën unë s'kam marrë pjesë në një studim që t'jetë bërë. Të duket e çuditshme apo normale? Mase ka ndonjë gjë që se dim, po të paktën informacion kemi, nuk është se kemi marrë pjesë në një studim të kësaj natyre. Është domosdoshmëri. Është domosdoshmëri një studim mbi efektet e financimit që ne bëjmë në sektor. Bankat e nivelit dytë bëjnë një studim paraprak. E bëjmë për veten e tyre, në funksion të kreditënies. Për të parë mundësitë e financimit në këtë sektor. Dhe këto programe, këto studime që ata kanë bërë, i kanë bërë për interes të tyre. Pa qenë ne pjesëtar të këtyre. Është domosdoshme që këto studime t'jenë, si thua, baza mbi të cilat do ndërtohet skema. Por normalisht, nëse do ishin këto studime, mbështetja për naftën e drejt për drejt nuk do t'ishte kjo e kësaj mënyre si që është tënë. Do t'ishte në një mënyrë tjetër. Pra edhe ju jeni, le të themi, kundër, po e quaj asaj skeme që ka funksionuar të naftës. Unë nuk kam folur në fakt kundër kësaj, por nuk kam qenë ndonjëherë i bindur që kjo ka qenë një masë efektive. Por duhet të theksojmë një gjë tek nafta. Po pse? Sepse ka shumë pyetje për këtë. Dhe fermerët nuk i bin shumë gjatë, thonë pse na hoqet naftën në bujqësi? Nuk janë hequr parat për naftën. Parat janë aty. 52 milion ishin, 52 milion janë. Ja, dakor. Pra, këtu tani është hequr kondicioni që ti do i përdorësh këto para për naftë. Okej. Ky kondicion është hequr, po ky kondicion ishte i pakontrollueshëm. Sepse nuk përpuset sasia e dhënies parave, koha e dhënies parave me nevojën që ka fermeri për bler naftën. Parat jepen në qershor, kur ai e do naftën në mars për të punuar tokën. Parat jepen në shtator, kur ai e do për të korrur grurin në qershor, e korrik. Kështu që në këtë këndvështrim, kondicionet të kësaj natyre duhen studiuar mirë dhe duhen vlerësuar në kushtet e terrenit tonë. Ne, përsa i përket kondicioneve, profesori përmendi dy elemente të certifikimit Global Gap edhe të fermave organike. Natyrisht këtu ka një kondicion të Bashkimit Evropian që 10% e fermave e prodhimit duhet të vinë nga fermat organike. Ne mbi bazën e këtij kondicioni mund të vëmë një kondicion tjetër që të rrisim mbështetjen për certifikimin Global Gap në grup veçanërisht, të rrisim mbështetjen për fermat organike, të rrisim asistencën në këtë drejtim dhe sepse ky vjen nga një lloj kondicionimi. E dyta, ne kemi problem shumë të madh me cilësinë dhe standardet. Dhe ne jemi detyruar që këtu të përdorim skema dhe të përdorim kondicionimin. Për shembull, unë do isha plotësisht dakord që nëse qeveria do të vendosë në skemë një kondicion që qumshi i cilësisë së parë të kishte një premio, të kishte një stimulim në financim. Në mënyrë të tillë që të ndodhte ai fenomen që ne presim të ndodhë, që cilësia dhe standardet janë tashmë jo më me dëshirë në treg, por janë të kondicionuara me një ligj posaçëm. Dhe për këtë ne duhet patjetër që të edukojmë fermerët që tani, që në harkun e 2-3 vjetëve do të ndodhemi përpara faktit që pavarësisht se qumshi mund të jetë i mirë, po i pa certifikuar dhe pa analizuar ai nuk mund të dalë në treg. Ne nuk e shesim dot. Nëse momenti, po jo nuk e shet dot, jo vetëm jashtë vendit, po nuk e shet dot as brenda vendit. Dhe ky është problem jashtëzakonisht i madh. Niveli i informalitetit sa vjen e do vi do të ulet, nuk do jetë ky që është, sepse edhe institucionet do të kenë metoda tjera për kontrollin, ligji do të jetë më rigjid se që sot, dhe shpeshherë do ndodhesh përpara faktit mund ta prodhosh, po përse? Sepse nëse sa merr tregu, atëherë ne do ngelemi tek niveli i vetkonsumit. Por përsëri
Edhe ky nivel me popullsinë që ka ngellur në fshat tashmë, do të ketë përsëri ulje të konsumit. Do blem ne nga Bashkimi Evropian edhe nuk do prodhojmë praktikisht. Kjo mund ndodhi. Profesor, si e shikon pak rrugtimin që po bën bujqësia shqiptare në raport me atë që na pret me tregun evropian që përmendi dhe Agimi? Jemi larg, po ecim me ritmin e dur, nuk po ecim fare. Si ka? Unë doja ta filloj nga atje ku e la kolegu, sepse po themi popullsia që ka mbetur në fshat. Duhet kuptojmë që migrimi, apo edhe migrimi, pra zhvendosja e popullsisë nga zonat rurale, drejt atyre urbane, ku për shkak të ekzistencës së tregut punës, edhe për shkak të produktivitetit krahut të punës, është një proces i natyrshëm. Ajo që personalisht më shqetëson është produktiviteti i punës për forcën e punës që është përfshirë në aktivitetet bujqësore në zonat rurale. Nëse ju referohemi statistikave do me thënë, duke filluar nga vitet 2000, unë po filloj nga 91-shi, popullsia rurale ishte 64%, ka qenë diku te 50 ca në vitet 2000 dhe sot është 35-37%. Dhe po të kuret e shumë shumë. Po të kuret. Paralelisht me erozionin demografik, pra me zhvendosjen e popullsisë, nuk është përgjigjur në të njëjtën mënyrë rritja e produktivitetit krahut të punës. Pra, skema që mbështet si vjet të rinjt është pikërisht ky lloj indikatori që do të ndihmojë dhe për mendimin tim do të duhet të fuqizohet edhe më tepër përmes rritjes mekanizmit bujqësor, përdorimit të teknologjisë, digitalizimit, të cilat do të bëjnë të mundur që produktiviteti i krahut të punës kombinuar me përdorimin e burimeve në këto zona të mund të japin më shumë zhvillim rural në tërësi dhe ekonomi rurale. Më shumë se sa numra aplikantësh apo performancë sektoriale. Dhe mendoj që ka disa prej sektorëve që tashmë kanë filluar të flasin në mënyrë të qartë. Për shembull, sektori i perimeve në sera, që mendoj që është një nga filirat e rëndësishme tek të cilës Shqipëria posedon avantazhe krahasuese në raport me të gjithë rajonin, sektori i frutikulturës, i ullishteve gjithashtu, po ku ne posedojmë avantazhe edhe për shkak të pozicionit gjeografik, por mendoj që nëse do të mbështetemi ky në sektor do të mbështetet pak, ne do të bëhemi konkurrues dhe në raport me prodhues shumë të fuqishëm, siç mund të jetë Italia, Greqia, Spanja apo Portugalia. Dhe kësaj mendoj që po ka një trend të dukshëm të fermave të orientuara drejt fermave komerciale. Por mendoj po kështu që mbështetja nuk duhet të jetë posaçërisht vetëm në këto filiera, por do të duhet të jetë e integruar në funksion të angazhimit të gjitha burimeve kombëtare. Unë e thash pak që ne do të kemi fermerët, do të kenë përfitime nga aderimi në Bashkimin Evropian, sigurisht do të kenë edhe sfida për të ballafaquar, ku konkurrueshmëria është njëra prej tyre. Dhe përgatitja për të bërë konkurrues midis të tjerave do të duhet të adresohet edhe përmes jo thjesht masës financimit, por mënyrës financimit për sektorin e ekonomisë bujqësore. Edhe këshillimin ndoshta, që është e rëndësishme. Të gjithë elementet, që nga tek edukimi financiar, që e përmendi pak edhe Agimi, që tek mbështetja përmes strukturave publike ato të ekstensionit, që tek elementet tjerë dhe kryesisht përdorimin teknologjive, digitalizimit, mbështetjes tek mekanizimi duke u përpjekur që fermat tona edhe pse janë të vogla si modele, të mund të reflektojnë modele eficience. Kemi shembuj pafund, ne diskutuam para se të jemi në studio Izraelin, sigurisht duket një ëndër goxha e bukur për të qenë e vërtet. Megjithatë kemi shembull edhe më afër, kemi Sloveninë, modele me shembuj të fermave të vogla, por që janë në modele suksesi. Ta përvetsoj modelin Izraelit. Një qasje gjithë përfshirëse e çdo lloj aktori, me në qendër fermerët, por çdo lloj aktori publik dhe institucional për të patur një zhvillim të integruar si një zonë multifunksionale e zhvillimit dhe inkurajimit të gjitha kapitaleve sociale, territoriale, infrastrukturore, financiare, politike, njerëzore. Kjo do ta bënte atë fermën tonë që duket e vogël do ta bënte konkurruese. Agim?
është kjo që thot profesori një nga rrugët për të zhvilluar, do më thënë fshatin, sepse edhe të rinjtë sot mund të kenë dëshirë të jenë fshat, por nuk kanë qef bëjmë punë fizike, nuk kanë qef që të merren me ato makineritë e dikurshme, më thënë duan të kenë gjërat më të thjeshta. Nuk kanë qef të përdorin ato metoda që janë përdorur përpara. Sigurisht, por nuk është se nuk kanë qef që të përdorin metoda të tjera pashkohore për të arritur rezultate pozitive, sepse kemi modelet në vendin tonë që duke përdorur metoda bashkohore, ata kanë arritur rezultate pozitive. Ka shumë modele, s'dua t'i përmend, por në vijim të asaj që profesori përmendi në fillim të efektivitetit, përpara pak kohësh kemi bërë një krahasim mbi të ardhurat bruto që merrim ne nga 1000 hektar tokë, ne merrim 800.000 deri në 1 milion euro, Izraeli merr 4 milion deri në 5 milion euro nga 1000 hektar tokë. Është ajo që profesori po thotë që është produktiviteti në total, sa ne e shfrytëzojmë dhe sa përfitojmë. Nëse ne do arrijmë të marrim nga 1000 hektar tokë 4 milion deri në 5 milion euro, atëherë ne kemi zgjidhur problemet. Nuk kemi më probleme për të thënë do vinin fshat apo nuk do vinin fshat, se vin vetë. Po pse s'po ndodh kjo? Kush e ka problemin? Kush ndron gërçi? Cila hallkë e zinxhirit është shkëputur që kjo nuk ndodh? Hallka e parë e zinxhirit është kooperimi. Ne kemi nivelin e kooperimit më të ulët. Ne kemi nivelin më të ulët të kooperimit që është shtrati mbi cilin implementojnë gjithë të tjerat. E dyta dhe shumë e rëndësishme është niveli mekanizimit, që ne kemi flotën më të vjetër të mekanikës bujësore në të gjithë rajonin për të mos folur më gjëra akoma. Ne kemi nivelin e digitalizimit në startet e tij, dhe sa po nisur, kur të tjerët e kanë kaluar mezin e punës, duke arritur në atë. Ne kemi nivelin e inovacionit në nivelin teorik akoma. Nuk kemi akoma në nivel praktik për të bindur njerëzit që përmes metoda inovative ne do të arrijmë të kapim rajonin dhe në çik më gjerë se sa rajoni. Ne kemi nivelin më të ulët të financimit. Në krahasim me prodhimin e përgjithshëm bruto, financojmë dhe atë që s'duhet përmend më shifra se kam përmend 100 herë, se s'kam qef t'i përmend më, kemi nivelin e kreditimit më të ulët mundshëm që kemi pasur deri më sot, megjithëse duhet thënë që ka ndryshuar tashmë filozofia, edhe nga Banka e Shqipërisë, edhe nga bankat e nivelit 2, edhe nga donatorët, po ndryshon dhe qeveria natyrisht në bashkëpunim me ta, ka një tjetër koncept për këtë. Dhe kemi nivelin e legjislacionit të pa updateuar prej shumë kohësh, që do të garanton dhe gjithë të 3 gjërat e para që unë 3 pra duhet një punë kolosale në disa drejtime për të arritur atë duhet një punë frontale dhe pa humbur kohë dhe njëkohësisht i shumë aktorëve. Duhet marrë pjesë më fuqishëm Universiteti Bujësor Akademia në tërësi, që të jetë pjesëtar aktiv në të gjithë këto procese, duhet marrin pjesë fermerët dhe biznesi privat, shoqatët e biznesit, duhet marrë pjesë donatorët dhe duhet marrë pjesë pasaj politikë bërja. Qartë. Dhe unë jam shumë kurioze, pyes profesorin të rinj që vinë në Universitetin Bujësor të Tiranës, vinë për të marrë një diploma, apo vinë se duan realisht të investojnë në fshat? Pra, a janë kontingent për të përfituar nga këto masa dhe për të rivitalizuar zhvillimin rural në tërësi? Në tërësi, le të themi niveli satisfaksionit ose sa niveli përqyeshmërisë të rinjve për aktivitetet rurale, sigurisht trendi është i njëjtë në gjithë Evropën. Pra, ky është një trend mbar global. Nuk duan punë krau. Nuk duan të përfshihen, po. Vetëm se nisur nga fakti që ne përmendëm, natyrisht ne jemi të prirur që të përmendim gjithmonë problematikat. Po, bujësia jonë ballafaqohet me problematika strukturore, e fragmentarizuar, masë e vogël, produktiviteti i ulët e tjera, por përballë këtyre barierave strukturore ekzistojnë potencialet. Dhe pikrisht ky financim që ne themi dhe adresimi i masave këtu duhet synoj. Nëse ferma është e vogël, potenciali aty është do të duhet që kjo fermë të rritet dhe masat duhet të adresojnë këtë. Inkurajimi dhe rritja e mbështetjes për SHBB-t është pikrisht ky element. Ose ne kemi ferma të diversifikuar dhe me nivel të ulët mekanizimi. Po njëkohësisht do të duhet të konsiderojmë që kemi një numër shumë të lartë popullsisë rurale që është e përqendruar akoma në zonat rurale. 35-37% e forcës punës. A do të ketë më të kurje, edhe mund të ketë, po do të synojmë të rritim produktivitetin përmes rritjes mekanizimit, rritjes përdorimit teknologjive. Dhe mendoj që përdorimin teknologjive, investimet në mekanizim dhe modernizim të fermave bujësore do të jenë një arsye e fortë edhe përmes këtyre skemave siç ne i përmendëm, inkurajimin e të rinjve, për t'i mbajtur të rinjt në zonat rurale. Përveç se kësaj,
të konsiderojmë dhe një gjë. Për shembull, në vitet e fundit vjet re një rritje, një intensifikim shumë i lartë i aktivitetit të agroturizmit në zonat rurale. Çka përfaqëson një mënyrë për të diversifikuar veprimtarinë dhe angazhimin e forcës së punës në zonat rurale, rrjedhimisht për të rritur produktivitetin. Ndaj, besoj që ndrojmë të njëjtës qasje, që qasja do të duhet të jetë gjithë përfshirëse dhe të mund të adresojë eliminimin në mos zbutjen e barierave strukturore të sektorit. Sigurisht duke e parafruar me politikat që Bashkimi Evropian ndjek në ditët e sotme. Qartë. Një pyetje lidhet me kush përfiton dhe kush përjashtohet, shumë shkurt nga aplikimet dhe nga kjo mundësi për të përfituar, domethënë, nga skemat. Nuk përfitojnë ata që janë panipt. Që janë panipt. Pra nipti aktiv është kryesorja. Ata që kanë borxhe në tatime dhe në Ministrinë e Bujqësisë, që nuk janë pak. Pra, këtu hyn dhe borxhet e sigurimeve shoqërore. Të gjitha llojet e borxhit që kanë. Ata që kanë probleme me ligjin, që janë në ndjekje penale e tjera me radhë që janë këto, nuk përfitojnë. Nuk përfitojnë ata që janë poshtë pragjeve, që janë përcaktuar pragu sipër dhe pragu poshtë. Po të kesh parasysh, janë me nipt janë rreth 110.000 fermerë. Po, me një shifra sa të doni të tjerat, të regjistruar që në fillim fare janë 350.000. Po i seleksionojmë, para një viti e ca, Instati jepte 320.000, një shifër të tillë. Nuk di sa do nxjerrë censi, por keni parasysh sa përfitojnë. Nëse janë 110.000 dhe mbi 110.000 nuk përfiton asnjë, sepse kaq janë maksimumi, faktik që kam përfituar 70.000, llogarit sa mund të përfitojnë me këtë. Pra potenciali është shumë i lartë. Nëse nuk është toka në pronësi, mund përfitohet nëse bëhet me Nuk ka lidhje me tokën në pronësi, sepse tashmë edhe Bashkimi Evropian nuk është shumë i interesuar e kujt është prona. Është interesuar është mbjell apo nuk është mbjell. Dhe nuk subvencionon tashmë mbi pronën e dikujt siç kemi pas ne, që bjerë certifikatin e pronësisë pa unë të fus në program. Kjo nuk është më. Dhe kjo këtu përfundon çështja e certifikateve të pronësisë, që nuk është më ky kriter ndalues. Po kështu, në këtë fazë ku ne jemi, kapaciteti është 110.000 minimalisht që mund të përfitojnë, kanë përfituar 70.000, kanë aplikuar 70.000, kanë përfituar 64.000, inshallah përfitojnë çik më shumë këtë vit. Këto janë ato shifrat që do të luhatemi. Mesazhi në këtë rast është për ta mbyllur me ty është që të aplikoni në çdo rast. Aplikoni në çdo rast në mënyrë që t'i bëjmë presion qeverisë të na subvencionoj 100%, të mos na bëj atë përpjestimin për mungesë fondesh dhe të mos lërë pa disbursuar askënd që është shpallur fitues. Vetëm aplikoni sa më shumë që t'jetë e mundur, kushtojni kujdes, sepse që të aplikosh do humbasësh maksimumi orët e një dite, por minimalisht ju thatë që merë 600 euro për një njeri që... Por 600 euro për një ditë nuk e fiton njeri. Shumë e vërtet, thashtë. Dhe prandaj duhet të aplikojnë. Profesor? Në fakt, unë do përpiqem të shikoj pjesën plot të gotës. Jo kush nuk përfitojnë, po kush përfitojnë. Kush përfitojnë, dhe neve na përfitojnë. Në mënyrë që ta plotësojmë panoramën së bashku me kolegun, mund të përfitojnë të gjithë fermerët aktiv që posedojnë një nip fermeri. Mund të përfitojnë të gjithë personat fizik, të gjithë personat juridik, të gjithë shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor. Që do të thotë që masa e përfituesve është shumë e lartë dhe mendoj që është një mundësi shumë e mirë që gjitha fondet e vëna në dispozicion të disbursohen. Lehtësia tjetër e skemës është kjo, që përveç 3 masave të investimeve, aplikimi bëhet në Albania. Përveç 3 masave të investimeve, të cilat do të duhet të bëhen përmes agropikave ose me dokumentacion fizik në AZBR. Që do të thotë që gjithashtu është një mundësi, e përmendëm disa orë, apo një përpjekje, do të thoja unë, e mundur për të bërë, për të absorbuar parat e mbështetjes. Unë shpresoj shumë që ndoshta edhe skemat e IPARD-it, cilat ofrojnë natyrisht shumë mundësi përmes edhe llojit masave dhe masës financimit, do të hapen deri në fund vitit, gjë që do të bëjmë një mundësi për zhvillim shumë të shpejtë sektorit.
Edhe unë shpresoj që aplikimet të jenë të larta dhe të rishikohet dhe buxheti për të përmbushur 100% pritshmëritë e fermerëve. Profesor, falenderoj shumë për prezencën në studio dhe për gjitha mendimet që ndahet. Zoti Rape, faleminderit shumë dhe për gjitha mendimet që i trajton këto probleme gjithmonë. Gjithmonë kënaqësi për të folur për bujqësinë dhe për të informuar. Të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë jemi të hënën e ardhshme në orën 20. Natën e mirë.